Muaj maj viti 2025 ka shënuar një rekord historik në importin e anijeve, varkave dhe strukturave lundruese në Shqipëri me një shumë totale prej 330.6 milion lekësh, niveli më i lartë regjistruar ndonjëherë për këtë kategori në muajin maj ndër vite. Ky është një tregues i lëvizjeve të mëdha në sektorin detar, i cili shpesh lidhet me investime në flotën detare, rritjet e aktivitetit turistik apo zhvillime në infrastrukturën portuale. Por më interesantja qëndron tek origjina e këtyre mjeteve lundruese, nga cilat vende kanë ardhur dhe çfarë tregon kjo për orientimin tonë ekonomik dhe gjeostrategjik. Në krye të listës qëndron Italia me mbi 115 milion lekë, duke konfirmuar rolin e saj tradicional si furnizues kryesor i tregut shqiptar për mjete lundruese. Më pas vjen Mbretëria e Bashkuar me afërsisht 86 milion lekë, ndjekur nga Greqia me 77 milion lekë, të cilat përbëjnë së bashku pjesën më të madhe të këtij rekordi. Një risi interesante këtë muaj është Meksika, që renditet në vendin e 4, duke lënë pas vende më të zakonshme në tregtinë shqiptare si Kina, Franca apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse shumat për vendet e tjera janë më modeste, lista është e gjerë dhe përfshin emra të pazakontë si Panama, Japonia, Norvegjia, Slovenia apo Zvicra, çka tregon për një diversifikim të dukshëm të burimeve të importit. Kjo shumëllojshmëri origjinash e kombinuar me rritjen e fortë mujore bën maj një muaj sinjalizues për ritme të reja në zhvillimin e sektorit detar në Shqipëri. Ajo që dje ishte një kategori e ngushtë dhe më pak luhatje, sot shfaqet si një pasqyrë dinamike e nevojave dhe aspiratave të reja për detin. Në një vend me një vijë bregdetare të gjatë dhe një sezon turistik gjithmonë më të ngarkuar, të dhëna nuk janë vetëm shifra, por një tregues i drejt për drejt i drejtimit që po merr ekonomia. Shqipëria po investon më shumë në turizëm dhe në gjithçka që lidhet me të.